billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyillahil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ma ba'd. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton, për mikun ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lakni gjuhët e juja vllazë me salate dhe selame sa herë që të përmendet emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me lenin Allahu xhallahu ala në serialin e këtyre ligjëratave, njohja e vetes apo rrugëtimi dhe njohjes të vetes, të nxjerrura dhe të marrura nga libri i hoxhës ton Sheikh Yahjes hafidhahullah, i cili këtë libër Fiqhun Nafs thotë e kam shkruar apo i kam tubu fjalët e ulemave për plot 20 vite me radhë. Realisht nëse i shohim fjalët e dietarëve vllazën të shkruar në këtë libër, ndoshta dikush ka mundësi edhe për 2 muaj ta shkruan këtë libër. Thjesht shkon në mektebe shamile, e shkruan kapitulli i aklit dhe dalin ndoshta edhe me qindra fjalë të hoxhallarëve, ulemave, dietarëve, para atyre dhe sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, të cilët kanë folur për aklin dhe i përzgjedhën disa prej fjalëve të selefit, edhe vendosën kapitullin e aklit. Pastaj kapitulli i zemrës edhe njohjes të vetes e kështu me radhë. Mirë po hoxha jon Sheikh Yahja thonte, nuk e kam vendosur një fjalë të selefit në këtë libër, qofshin për fjalëve të sahabëve apo tabiinëve, pa e praktikuar një në jetën e përditshme. Andaj e bukur është ju vllazën se ne këtë libër e kemi mësuar direkt nga hoxha i cili e ka shkruajt apo i ka tubu fjalët e selefit. Dhe e dyta dëshmon vëllau juaj se nuk ka një fjalë që është shkruar në këtë libër, vetëm që praktikisht edhe kam pa hoxhën duke praktikuar ata. Nuk ka ndodhur që të bëhet ezani e që hoxha mos jetë prezant në xhami. Faleshte deri në kohën e ikametit, vazhdimisht duke u fal, duke lexuar Kur'an dhe duke bërë dhikr. Njeri i cili asnjëherë nuk e kthente shikimin djathtas apo majtas, vazhdimisht sheh aty ku gjuhet shikimi i tij. Pra si shta Allahu kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, thuaj besimtarëve të ulin shikimet. Njeri i cili çdo herë kur përmendesh te Allahu xhallahu ala e madhëron me një madhëri të çuditshme. Pra një njeri i cili brenda këtyre 20 vite ka jetuar me fjalët e të parëve ton radhiyallahu ta'ala anhum. Që do thotë ju vëllezërit e mi, le të jetë edhe kjo një lloj zinxhiri që ne e përcjellim tek shokët ton, që të mos jenë vetëm fjalë të cilat të zhveshura nga praktika, por janë thjesht informata të cilat ne i dëgjojmë, ka thënë Ibn Omeri, ka thënë Omer ibn Khattabi, ka thënë Uthmani, ka thënë Abu Huraira, apo të tjerë prej tabiinëve kështu me radhë. Vëllezër vallahi billahi mjafton me informata të përgjithshme. Allahu te bareke o teala nuk i ka lavdëruar në Kur'an njerëzit të cilët kanë dije sipërfaqësore. Por Allahu xhelle xhelalu i ka lavdëruar në Kur'an ata të cilët kanë dije rrënjësore. Thot Allahu Jalla wa Ala, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, kullu min 'indi rabbina." Dhe ata të cilët janë të zhytur dhe të rrënjosur në dije, ata thonë ne besuam, të gjitha janë pe Zoti ton Jalla wa Ala. Kur besuan këta njerëz? Besuan edhe në ditët e rehatis, por besuan edhe në ditët e vështirësisë. Me ardhë edhe një herë sistemi komunist, ata mbetën të vetmi të qëndrueshëm, nga se dituria e tyre ju vëllezërit e mi ka lëshuar rënjën brenda në thellësitë e zemrave të tyre. Andaj Allahu Jalla wa Ala kur tregon për istiqameti dhe për qëndrueshmërinë në fe në librin e tij tregon se qëndrueshmëria është në zemër. Dhe kur flet për devijimin dhe sëmundjet tregon se devijimi dhe sëmundja është në zemër. Pra që do të themi ju vëllezërit e mi, kjo ligjërat dhe të gjitha ligjëratat e hoxhallarëve nuk duhen që të jenë thjesht informata apo thjesht na kënaqi hoxha, na dha disa informata të bukura, apo mos ndoshta bile dhe të kalojmë një mbazdarke nga se skemi ku të shkojmë, të mësojmë diçka e kështu me radhë. Por jo, këto fjalë ju vëllezërit e mi duhet të praktikohen. Allahu te bareke o teala kur i ka qortu njerëzit në Kur'an, i ka qortu për atë se nuk e praktikojnë, nuk e punojnë atë që e dinë. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, është e rëndë, është e madhe, është e keqe tek Allahu dhe e shëmtuar tek Zoti juaj xhallahu ala që ta thoni atë që nuk e veproni. Pa që do të thotë se vjen një informat e zhveshur nga besimi dhe imani në Zotin xhelle fi ula. Pra ju vëllezërit e mi, ne me lenin Allahu xhallahu ala vazhdojmë në kapitullin e aklit dhe thamë që akl do të thotë mençuri, është diçka më e madhe se vetë dituria,
Pra është një gradë dhe një shkallë më e madhe se vetë informata dhe dija, pra është mençuria, është lartpamësia e njeriut. Atëherë ju vëllezër e mi, ne përmendëm diçka për të, por para se të hyjmë në temën të cilën do të vazhdojmë inshallah xhelalu ala ta diskutojmë së bashku, çka do thotë edhe akli në terminologjinë shariatike. Fillimisht dëshiroj ta lexoj një fjalë të Ibn Mes'udit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thonte khudhil umura min adbariha. Ka ç'është fjala? Fjalë shumë e shkurtër, mirë, por që në vetë ngërthen maani dhe kuptime shumë të mëdha. Pra Ibn Mes'udi radhiyallahu ta'ala anhu thot vllazën, merrni çështjet çdo herë nga fundi. Mundohuni që çështjet e juaja ti trajtoni në bazë të pasojave. Dhe kjo fjalë ju vëllezër e mi është fjalë madhështore vallahi. Si në çështjet e jetës, qoftë edhe në një tregti, në një biznes, qoftë në një drejtim të cilin dëshiron njeriu ta merr në jetë, fillimisht mendoj fundi, mendoj pasojat se çka mund të ndodhë në fundin e kësaj çështjeje. E mos flasim ju vëllezër e mi në kapitalin më të madh të njeriu që është vetja e tij. Çka do të thonë merrni çështën nga fundi? Fundi ju vëllezër e mi për çdo njeri prej nesh është momenti kur të vinë melekët e Rahmanit te bareke o teala na i marrin shpirtrat. Çka do të jetë ëndra çdo njeri prej nesh në atë moment? Ai të mendojmë fundin që ta praktikojmë atë derisa ende kemi frymëmarrje, derisa ende shpirti nuk ka arritur në gargara. Andaj edhe vet kjo ligjërat, ky serial quhet Fiqhun Nefs, kuptimi i nefsit. Pra ne akli, mendjeprehësia o vëllezërit e mi, lartpamësia e njeriu thot, si do të jetë fundi im? Atë ditë kur do të vinë melekët e Allahu xhallahu ala të më marrin shpirtin. Allahu te bareke o teala na ka treguar në Kur'an ju vëllezër, se njeriu në atë moment të fundit do thotë ja rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. O Zotim, kthem edhe një herë në jetë. Pra ne edhe një shans që qoftë ta bëj një vepër të mirë që më afron tek ti ja rabbel alamin. Në ajetin tjetër në surën Munafiqun Allahu xhallahu ala thotë fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Shifni domethënë ajo ëndra e çdo njeri prej nesh që do të jetë në momentet e fundit. Atëherë merret çështja sikur është nga fundi dhe filloje edhe një herë dhe praktikoje atë ëndër të fundit derisa ende ke shanse dhe mundësi. Allahu xhallahu ala thot fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Njeriu prej ëndrave që do t'i ketë në momentet kur do ta sheh realitetin e madh që është ahireti, do t'i thotë o Allah, kthem edhe një herë në jetë, që të jap sadaka dhe të bën për njerëzve të mirë. Që do thotë ju vëllezërit e mi, në qofse në bazë të fjalës të Ibn Mes'udit radhiyallahu ta'ala anhu, ne marrim çështën prej nga fundi, atëherë do t'i themi vetes, çdo njeri prej nesh me datë ditës do të ketë hisën e sadakan, qoftë sadakan materiale apo qoftë sadakaja dhe lëmoshat e ndryshme që na i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është ndihmojmë dikujt, siç është të buzëqeshim në fytyrën e vëllaut, siç është përndarja e diturisë. O vëllau, të vjen fundi, pa shamadhërinë e Allahut do ta kërkosh edhe një jetën e kësaj dunjaje, por nuk ka. Dhe në realitet ju vëllezërit e mi, Zoti ju ruaj dhe ju mëshirof, kjo është akli i vërtet. Kjo pikërisht është ajo temë për të cilën ne dëshirojmë të bisedojmë vazhdimisht, e që është mendjemprehësia dhe lartpamësia e besimtarit. Andaj definicioni i aklit, të cilin e ka definuar dhe hoxha jon Sheikh Yahya në librin e tij, por edhe dietarët si Ibn Hibani më herët, thot al-aql huwa an-nadharu ila ma'alat al-umur aw ila awaqib al-umur. Akli, mendjemprehësia, lartpamësia është që njeriu të shikon në përfundimin e çështjeve. Andaj vëllezërit e mi, Allah ju ruaj dhe mëshiroft. Ju e dini se në shumë ajete kuranore Allahu te bareke o teala i fokusohet fundit. Wa kana aqibatu amriha khusra. Çështja e fundit e tyre ishte dështim e pabesimtarëve. Kurse për besimtarët thot wal aqibatu lil muttaqin. Fundi është për të devotshmit. Pra shumë më rëndësishme ju dhe akli dhe mençuria e njeriu i thot njeriu mendoje çdo herë fundi. Cila do të jetë ëndra yte pasi të mbetesh i vetmuar në varrin tënd, o vallahi. Pasha madhërinë e Allahu xhallahu ala do të jetë ëndra për ta mësuar një besimin në Zot. Dhe kush ishte sheriati i Zotit Islami dhe kush ishte Muhamedi që erdhi në mesin tonë alayhi salatu wassalam. Andaj vëllezër, jo rastësisht xhallar na mësoi për jetë shkrimin e pejgamberëve të Allahut, dhe pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam në veçantë. Jo rastësisht vazhdimisht xhallarëve ju thahen gjuhët dhe ju thahen fytat e tyre duke fol për Islamin dhe për Allahun, se pasha Allahun kapitali më i madh për ty dhe për veten tënde kur do të mbetesh i vetmuar në varrin tënd, thosh Rabbi Allah Zotim është Allah. Ishte Allahu dhe është Allahu, pse s'u mësova për Allahun xhallahu ala në jetën e dunjas. Pra themi, akli dhe mençuria të thotë shfrytëzohet në jetën e dunjas, fi ta'allumi al-ilm, në mësimin e fesë Allahut, në mësimin e emrave dhe cilësive të Allahut xhallahu ala dhe në mësimin e jetëshkrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në barkun e tokës para atë do të pyetesh.
O vëllezërit e mi, ëndra çdo njeri prej nesh kur do të mbetet i vetmuar në fundin e tij, ti kthemi tash fundit, si edhe pse jemi në fund, është që ti falën 2 rekat në errësirën e natës për Allah xhelalu ala. Po ja ku është shansi o vallahu im, veçanërisht në këto net të gjata të dimrit, që ti të çosh natën në errësirën e saj me 2 rekatët, të cilët të bëjnë dritë në errësirën e varrit kur nuk ka dritë. Tregon Imam El-Qurtubi rahmetullahi alayh në një prej librave të tij ku flet për gjendjen e banorëve të varrezave dhe gjendjen e njerëzve në ditën e mahsherit të madh, thotë rahmetullahi alayh, në kohrat e lashta ishte një njeri i cili në një natë për netëve ishte duke ecë nga një qytet apo nga një katon në një fshat tjetër, e rëndësishme është kaloi në një vend do i vëllezër e kaploi nata dhe domethënë erdhi koha e xhumit. Dhe vendosi që në një qosh të rrugës të falë një 2 rekat para xhumit edhe të flen. Kur janë në ëndër e pa, dikush i thot, o filan, këtu në vendin e të cilin je duke flet ty, jam unë që jam varros para 100 viteve. Wallahi billahi. Ato 2 rekatët e shpejta që i fale, por mua jam më të dashur se dunjaja dhe çka ka brenda. La ilaha illallah. O vëllau im, ato 2 rekatët e shpejta që i fale, për mua që të kthehem edhe një në jetë, të kem shans, për shans më nuk ka, për këtë si akli njeriu thot, mençuria dhe lërpëmësia njeriu thot, shfrytëzoje jetën para se të vijë vdekja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ightanimu khamsan qabla khams, shfrytëzoni me 5 gjëra para se të vijë 5 gjëra të tjera, se kjo është lërpëmësia e vërtetë, o vëllau im. Andaj vëllezërit e mi, i dini i Zotit të Madh xhelalu ala nuk është fe e debateve, nuk është fe e muhabeteve, e thashë thëmave, e përgojimeve dhe ngjashme, është punë. I'malu fa sayara Allahu 'amalakum, punoni, ecni para se Allahu do ta sheh punën e juaj. Dhe kjo në realitet është investimi më i madh që e bën çdo njeri prej nesh për një ditë kur dalin para Zotit. Shefni vëllazën. Nëse në kohën e verës ne shohim dikën i cili ka tubu drut për nxehmi gjatë dimrit. Normal që veçanërisht nëse vjen një njeri nga vendet arabe që nuk e di se si është dimri dhe se si përballet ky popull me dimrin dhe shekën njëri duke punuar dhe duke i rëndit drujt në shtëpinë e tij. O filan çka e duke bë? Thot përgatiten për drujt e dimrit. Thot dimri ende nuk ka ardhur. Jemi në korike, në pikën e të nxehtit të madh. Por jo thot mençuria e njeriu është që të përgatitet për diçka që vjen para se të vjen ajo. Po ne nuk flasim për druj o vllazërit e mi, ne flasim për shpirtrat tonë, që Allahu te bareke ve teala thotë janë lëndë djegëse e zjarrit të xhenemit, Allahu na ruaj. Dhe këtë lëndë djegëse të zjarrit të xhenemit ne duhet ta shpëtojmë, që të mos jetë pjesë e saj inshallah me lenin e Allahut. Pra ju vëllezërit e mi, fjala e Ibn Mesudi, po kthem edhe një, merr një çështje pe nga fundi, e bën që njeriu të përgatitet para se të vjen fundi. Po marr edhe një shembull që të bëhet të qartë ky rregull i parë, pas e vazhdon në temë. Nëse ne jemi në fillim të muajit të Ramazanit, e mendoje në veten tënde çka nëse sot është nata e fundit e Ramazanit. Cila do të kishte qenë ëndra ime për të kthyer edhe një muaj, vallai do të kisha bërë edhe një hatme më shumë. Po bëni se është shansi tash je fillim të muajit. Vallai do të kisha fal më shumë namaz natë. Po falu se është fillimi i muajit ende. Pra mendoj çështje se çfarë pishmalloku dhe pendimi do të krijohet në zemrën tënde kur të vjen çështja kur ta humbish një çështje të tillë. Kjo është akli i vërtet për të cilin pra e pas kanë definuar edhe dietarët. Realisht ky rregull i vëllezërit e mi është edhe rregull sheriatik. Nuk është edhe vetëm rregull kozmologjik. Dietarët për shembull kanë thënë el hukmu an ash-shay far'un an tasawwurihi wa ma'alihi, që thon gjykimi mbi një çështje edhe një përsëris. Ky rregull kozmologjik që u përmend, pa të gjithë ne e kemi si në çështjet e dunjas ashtu edhe në çështjet fetare. Është edhe rregull sheriatik, rregull i Zotit xhallahu ala, është pe rregullave të mëdha të fikut islami, që u nevojitet shumë dietarëve, hoxhallarëve, muftilerëve kur të japin një përgjigje të një pyetësi. Thot, el hukmu an ash-shay, para se të marrësh gjykimin e diçkaje për të dhënë fetva, wa hukmun far'un an tasawwurihi wa ma'alihi, është rezultat i kuptimit të drejtë të përfundimit të çështjes. Pra nuk mjafton vetëm një jetë i pastër, po do të shohim se kjo çështje ku na çon. Andaj pra vëllezërit e mi, besoj që me lenin Allahu xhelalu ala me këtë shpjegim të thjesht, inshallah taala na u zboi qartë se çka do thot akli në terminologjinë fetare. Pra shikimi në përfundimin dhe në pasojat e çështjes. Mirë po ju vëllezër, Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Fundi e dini ku është? Fundi është në ditën e fundit, që e ka quajtur Allahu te bareke ve teala në Kur'an el yawmul akhir, dita e fundit, pas së cilës më nuk ka ditë.
Andaj në qoftë se logjika dhe mençuria dhe mendjepresia që e ka që njeriu të sheh, ti kthen çështën nga fundi dhe ta mendon se si do të jetë në fund rezultati, atë rezultati më i fundit është dita e Kiametit. Kur do dalin para Allahut të Madh te bareke te ala dhe të fillojnë të peshohen veprat dhe do të përfundojnë njerëzit kush për në xhenet dhe kush për në xhenem. Andaj në qoftë se nga ky aspekt dhe kjo qasje ju vëllezërit e mi e kuptojmë aklin, mendjen presin dhe mençurin, atë shifnit fjalët e ulemave të cilët i ka përmend hoxha jon në librin e tij, se si kur kanë fol për akli dhe logjikën dhe mençurinë, se si kanë fol ato. Thot Ibn Hazmi rahmetullahi alayh, pa një prej fjalëve që i ka përmend hoxha këtu në libër, thot Ibn Hazmi rahmetullahi alayh, al-aqilu la yara li nafsihi thamanan illa al-jannah. E kuptu se çka ishte el-aql, logjika dhe mendjempresia dhe mençuria dhe lartpamësia, atë shihni çka thot Ibn Hazmi. Thot el-aqil i mençuri, lartpamësi nuk sheh çmim për veten e vet pos xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu akbar. Pra nuk ka mundësi që dikush ta blen këtë njeri. Para se çmimi aty është xheneti i Allahut xhella xhelalu. Andaj ju vëllezërit e mi, Allah ju ruaj dhe ju mëshiroj, kur erdhën tek Imam Ahmedi rahmetullahi alayh, kur ishte fitneja e krijimit të Kur'anit, pasi që dinë në kohën e Imam Ahmedit u shpërnda lajmi se Kur'ani është i krijuar, nuk është fjalë e Allahut dhe ngjashme si ajo, i vetmi i cili qëndroi në atë fitnë dhe në atë musibet të madh ishte Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu, saqë për atë fjalë që e tha, që ishte el-Qur'an wa kalamullahi ghayru makhluq, Kur'ani është fjala e Allahut dhe ajo nuk është e krijuar, u burgos për atë fjalë. Erdhën disa pe hoxhallarëve ta se kohë vllazën dhe i thanë, o imam, një fjalë ta kishe thënë, kishe shpëtuar kokën tënde. Mirë, Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu ju vëllezër, që çmimin e vetes së vet nuk e sheh kokën e tij ta shpëton në dunja, por e sheh xhenetin e Allahut xhella wala. Tha nëse nuk e thon dietarët të vërtetën, kush ta thot atë? Allahu akbar. Pa e kuptoni vëllezërit e mi se kush është në realitet njeriu i mençur? Pra mençuria nuk është vetëm se mtubimi i disa informatave dhe materialeve, ju vëllezërit e mi, sa është ajo iman i ngulitur në zemrën e njeriu që nuk lëkundet në asnjë gjendje në jetën e tij. Gjithashtu ju vëllezër, në një ditë për ditëve i than Abdullah ibn Mubarekut radhiyallahu ta'ala anhu, e vllazën besoj që ju jeni këtë nxënës dije, mësoni tek hoxhallarët ton të mirë, dhe kur flasim për Imam Ahmedin, besoj që e kuptojmë kush është Imam Ahmedi. Kur flasim për Abdullah ibn Mubarekun, e dim se kush është Abdullah ibn Mubareku. Njeriu në xhihad i pari, në kërkimin e dijes i pari, në shpërndarjen e dijes islame i pari, saqë një ditë për ditëve një prej nxënësve të tij, edhe unë edhe ty po të kishim qenë nxënësit e tij do t'i kishim thënë, i thanë o imam, lau istarahta qalilan, sigur të kishe pushu pak be. Shumë je duke u lodhur imam. Qala rahatan nurid. Ai thot ne rahatlëkun e du. La, cili rahatlëk? Xhenetin e Allahut xhella wala. Se çmimi i gjithë kësaj në realitet nuk është rehatia e dunjas, pas së cilës prap vjen lodhja. A është e vërtetë ju vëllezër? Po vallahi e vërtetë është. Po në realitet qala rahatan nuriduha. Ne edhe unë rahatin e du. Mirë, po jo atë rahatin që ju e mendoni. Dhe që për atë lodheni dhe punoni, unë du rahatlëkun në xhenetet e Allahut. Kthehemi tek Imam Ahmedi rahmetullahi alayh kur i than, "Me të rahate ja imam, kur do të jetë rahatlëku imam, deri kur do të lodhemi?" Tha inda awwali qadamin nad'uha fil janna. Te këmba e parë kur ta vendosim në xhenetet e Allahut xhella wala. Kjo është akli, vëllezërit e mi. Që gjithë këtë lodhe dhe gjithë këtë mundim, ndoshta ndonjëri prej nesh do thotë o hoç, sa ligjërata mi duke dëgju, po ndonjëherë nuk i shohim edhe gjurmët e tyre. Jo, vallahi do të vjen një ditë do të dalin para Allahu xhella wal. Bile unë edhe ti do të diskutojmë këto mesele, këto netë që i kemi kaluar në xhamiat apo në këto mektebe të hajrit që kemi mësuar për fenë Allahu xhella wala. Sufjan al-Thauri radhiyallahu ta'ala anhu i than, ila meta taktub al-hadith ya imam? Deri kur do ta shkruash hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o imam? A Rasulillah, qala sallallahu alaihi wasallam, etjetja, me vite. Imam Sufjan al-Thauri radhiyallahu anhu tha, la'alla al-kalima allati yanalu biha ridha Allah lam yaktubha ba'd. Tha ndoshta fjalë me të cilën do të arrijë kënaqësinë e Allahut ende nuk e kam shkruajt. Shifni vllazën? El-aqilu la yara li nafsihi thamanan illa al-janna. Do një larpamësi me imençuri nuk sheh çmim për veten e tij pos xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Si erdhi ai sahabiu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah la tad'u lana ala tastansir lana. Do të thonë deri kur o pejgamberi Allah, bëni sabër o vllazën.
Xhennetun ardhuha ka ardhi as-samai wal ard, se atje ka një xhenet gjerësia të cilës sa qiet edhe toka. Në vllazën kisha pas dashur kjo fjalë Ibn Hazmi të mësohet për mendsh dhe të lexohet dhe të përsëritet kohë pas kohe. Tregova një familjarëve të ju në shtëpiat e juaja, me lenë Allah ndoshta don kohë, padyshim, siç tha Imam Ghazaliu, Allah e pas mëshiru, se fiqhu nefsi nuk vjen brenda një nate. As nuk vjen me një ligjërat, as nuk vjen me magjistratura dhe doktoratura, ajo është jetë. Dhe do ta mësojmë inshallah në fundin e ligjëratës se edhe si të arrim deri tek akli, tek mençuria dhe lartpamësia. Elusa Allahu xhallahu ala që të jemi për atyre që e shohim çmimin e vetes ton, xhenetin e Allahut të madh te bareke ve teala. Këtu vëllazën në këtë kontekst do të përmend një fjalë apo një ngjarje apo një halal të cilën ka përmend hoxha jon Sheikh Yahya në momenti kur ai e komentonte këtë thënie të Ibn Hazmit, pra që është i mençuri është ai i cili nuk sheh çmim për veten e vet, vetëm xhenetin e Allahut xhallahu ala. Para 100 vite vëllazën në Tunis ishte një prej mbretërve që nuk më kujtohet emri, erdhi muaj Ramazani në kohën e verës. Imagjinoni Tunisi është për vendeve arabe, vendeve të nxehta. Imagjinoni kur vjen Ramazani në kohën e verës, domethënë vërtet janë temperatura begi të mëdha. Mbreti asaj kohë ju vëllezërit e mi deshte që të bindën popullin, të krijohet një lloj fetfaje tek hoxhallarët dhe dietarët, që njerëzit të cilët punojnë për interesat e popullit, apo bukpjekësit, e të ngjajshme si ata, edhe nuk e kanë obligim agjërimin nëse nuk e mbajnë. Mirë po këtë fjalë ju vëllezërit e mi për ta bërë të pranueshme tek populli, patjetër do të shfrytëzon kush? Hoxhallarët. Të shfrytëzohen hoxhallarët dhe dietarët, nga se fjala e tyre bëhet kabull tek njerëzit. Andaj mbreti asaj kohë vëllezërit e mi nuk ka shumë, bëhet fjalë para 100 viteve. Vëllezër i tuboi të gjithë hoxhallarët e asaj kohe dhe nëpërmjet radios që do ta dëgjojnë gjithë njerëzit në shtëpiat e tyre, apo edhe një pjesë e popullit që ishte tubu në atë tribun, del mbreti dhe thot: "Ej populli im, shtash Ramazani po na vjen në mesin e verës, andaj të gjithë punonjësit, të cilët punojnë për të mirën e shtetit, nuk e kanë obligim agjërimin. Për këtë më së miri do të flasin hoxhallarët dhe dietarët. Por atë që e kemi përzgjedhur sonte që të flet në mesin e juaj është Ibn Ashuri, Allahu e pasmëshiru, radiallahu anhu." Vallai çante hoxha Shehia kur tregon të ngjarje. Dhe vllazën deli Ibn Ashuri, imagjinoni para hoxhallarëve, dietarëve, përpara vetes se ka dhe mbretin, e dije që një fjalë kundër fjalës të mbretit, ku do të jetë përfundimi i tij, e gjithë fetfaja e tij do të dëgjohet nëpër radio, dhe shehu Allah e pasmëshiru radiallahu anhu thot: "Bismillahirrahmanirrahim." Ka thënë Allahu xhallahu ala në librin e tij: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Thot ka thënë Allahu në librin e tij: "O ju që keni besuar, Allahu va ka bërë obligim agjërimin, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Sadaqallah wa kadhaba al-malik." Tha e ka thënë të vërtetën Allahu, ka rrit mbreti. La ilaha illallah. E ka thënë të vërtetën Allahu, kurse rrejti mbreti me këtë fjalë që e tha. Nuk abstenohet nga agjërimi muajt asnjë përpos atë që e ka abstenuar Zoti i Madh xhallahu ala në librin e tij. Atëherë so ju vëllezërit e mi, mbreti asaj kohe dha urdhë që të burgoset Ibn Ashuri. Dhe hoxha jon Sheikh Yahya tha: "A e dini tha se kush doli dhe i foli Ibn Ashurit rahmetullahi alayh, pse be dha këtë fetva?" Ishin hoxhallarë, dietarët asaj kohë. I thanë: "O imam, po pse be dha fetvan? E humbe familjen tënde, e humbe koshillokun, e humbe domethënë fëmijët e kështu me radhë, do të mbetesh me vite në burg." Mirë po ju vëllezërit e mi, ai imami nuk e dorëzoi as edhe fjale hoxhallarëve të asaj kohe, nga se çmimi i atij njeriu nuk është as familja, as fama e tij, as followersat e tij, lajkat e tij, ndjekësit e tij, më thash, akli i tij, mendjepresia e tij, thot çmimi im është xheneti i Allahut të madh te bareket. Dhe ja ku shkon 100 vite ju vëllezër, i njihni dhe njëri për atyre hoxhallar, as nuk e dim kush ka qenë prezent në mes të tyre. Shihni edhe emri i mbretit nuk na kujtohet, por na kujtohet emri i këtij imamit të madh, e që la një prej komentimeve më të mëdha të librit të Allahut xhallahu ala, që është Tahrir wa Tanwir, domethënë që njihet prej librave më madhështor në tefsir dhe komentimin e librit të Allahut xhallahu ala. Pse? O ju vëllezërit e mi, se Allah ja hapi zemrin për nurin e imanit edhe të islamit. O vëllezërit e mi, Allah ju ruaj dhe mëshiroft. Në një prej fjalëve të cilat i ka përmend hoxha jon Sheikh Yahya në këtë kontekst, në kapitullin e aklit, thot: "Qala Imam al-Mawardi rahmetullahi alayhi wa qad qil al-aqilu huwa alladhi ya'qil 'an Allah amrahu wa nahyahu."
Allahu Ekber. Akli i vërtet, lartëpamësia dhe mençuria e vërtetë i vëllezërit e mi nuk është vetëm ai i cili njeh halalin dhe haramin, pra ai i cili njeh vetëm dispozitat fetare dhe sheriatike, por ai i cili ka bindje që në lartëpamësinë e tij se ku të çon halali dhe ku të çon harami. E dije se bindja ndaj urdhave të Allahu te bareke ve teala, akli po na thot, lartëpamësia dhe mençuria, se të gjitha urdhëresat e Zotit xhallahu ala në realitet na kthejnë në dobinë tonë dhe absolutisht në dobinë e Zotit xhallahu ala. Allahu xhallahu ala tha në hadith kuzi, o ju robërit e mi, qofse i pari ju, i fundit i juj, njerëzit edhe xhinët jenë në mesin e njerëzve më të devotshëm në mesin e juj, pra Muhamedit alayhis salam, nuk ja shton ajo pushtetin Allahut ashtu siç, domethënë, ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ajo nuk ja shton pushtetin Allahut. Pra al-aql anillah, përderisa Allahu xhalla xhelalu na ka urdhëruar me urdhëresa, vallahi na ka urdhëruar vetëm për hajrin ton dhe dobin ton. Andaj shihni vëllezërit e mi, një prej njerëzve që kanë qenë para nesh dhe vëllau xher dëshiroj të kthehemi tek njerëzit ton, tek pejgamberët ton. Se ato e më së miri që na shpjegojnë edhe aklin, edhe zemrën, edhe njohjen e nefsit, edhe dijen, edhe gjithçka. Kur Ibrahimi alayhis salam vllazën e la gruan e tij Haxherën në Mekë, Mekë ishte një vend jo pjellor, lugin, kodra, vendi më i papërshtatshëm në tokë për jetesë është Mekka. Por Allahu xhallahu ala e bëri një vendi që më së shumti njerëzit ta synojnë, edhe ta vizitojnë atë. I lartësuar qoftë Allahu xhallahu ala. Në atë moment ju e dini se Mekja nuk ishte edhe ujë, që është domethënë burimi kryesor i jetës së njerëzve. Në moment Haxheria radiallahu ta'ala anha i thot Ibrahimi, ku je duke na lënë o Ibrahim? Mua dhe djalin tim foshin këtu në mesin e kësaj lugine. Ibrahimi alayhis salam nuk i ka kthen përgjigje derisa në një moment gruaja që ishte larpamse dhe e mençme, dituria e saj kishte vendosur rënjën në zemrën e saj, i tha o Ibrahim, a është urdhë mendimi yt? Au amaraka Allahu bidhalik? Apo të ka urdhëruar Allahu me një gjë të tillë? Ibrahimi alayhis salam i tha bel amarani Allahu bidhalik, tha më ka urdhëruar Allahu xhallahu ala. Gruaja aqila o vëllezër e mençur radiallahu ta'ala anha wa alayha salam tha idhhab idhen len yuday'ana Allah, shko o Ibrahim se nuk do të na humbën Allahu xhallahu ala. O Allahu që na ka urdhëruar me urdhëresat e tij, nuk na ka urdhëruar për të na humb, por na ka urdhëruar xhelle xhelalu që të na mbron nga çdo dëm dhe nga çdo e keq. I lartësuar qoftë Allahu xhallahu ala. Ndaj vëllezër e ke pa njerëzit të cilët nuk kanë akël dhe mençuri dhe rënje në iman dhe në besim, diskutojnë ndonjëherë disa forma të namazit, disa forma të suneteve, ka sunet 4 para drekë apo 2, apo janë e kështu me radhë sunete para i qendi, sunete para ecës e kështu me radhë. A nuk i diskutojnë shpirtin kryesor të namazit që është takimi me krijuesin subhanahu wa taala. O vëllau, i fal me 2 rekat, po fali me dashuri për Allahun xhallahu ala. Le të jetë çka do që të jetë, por farzi është mbi të gjitha, nuk guxon që farzi akşamit të ikën deri në kohën e farzit të yacis. Ruaj ato që të ka urdhëruar Allahu xhallahu ala ti ruaj. Pra shefri do të thonë akli dhe mençuria i vëllezërit e mi nuk të jep dituri si përfaqësore, siç e përmenda në fillim, por të jep dituri të thellë që ti kuptosh thellë urdhat e Allahut të Madh subhanahu wa taala. Në anë tjetër ndalesa ato vëllezër. Çka janë ndalesa që na ka ndaluar i Madhi Zot xhallahu ala? Dije o vëllahu im se ndalesat janë mbrojtje. Allahu te bareke u teala të ka ndaluar nga alkooli për të të mbrojtë. Allahu xhallahu ala të ka ndaluar nga imoraliteti për të të mbrojtë ty dhe familjen tënde. Allahu të ka ndaluar prej bixhozit për të të mbrojtë pasurinë tënde. Pra të gjithë ndalesat e Allahu xhallahu xhelal akli thot kanë ardhur për dobinë e njeriu që ta mbron njeriu që të mos bindë në çmim dhe përbuzje. Siç e pyetën Ebu Bekri radiallahu ta'ala a ke pi ndonjëherë alkool edhe para Islamit, thotë njeriu i mençur nuk mund të pijë alkool, sheve. E ka ditë domethënë se vetë logjika dhe mençuria e njeriu tregon se nuk ka mundësi njeriu të bie në shkalla të ulta. Pra Allahu xhallahu ala çdo urdhëresë na ka urdhëruar për të mirën tonë dhe çdo ndalesë na i ka ndaluar për të na mbrojtë ne subhanahu wa taala. I lartësuar qoftë Allahu te bareke wa taala. Andaj këtu thotë Ibn Qayyim el-Jauzi radiallahu ta'ala anhu dhe dëgjoni thotë rahmetullahi alayhi wa shari'atullahi kulluha وشريعة الله كلها مصلحة ورحمة وحكمة ونور. الله أكبر كبيرا لك الحمد كنوني me këtë shariat i vëllezër dhe mbrojeni se akli të thot një gjë të tillë. Thot Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi që ndoshta ka qenë për njerëz aqalun nas në historinë njerëzore. Njeriu më mendjen prek, më i mençur në historinë njerëzore. Për më të mençurve, kuptohet. Thot dhe shariati Allahu te bareke u teala e gjithë është ngritur mbi dobin dhe mëshirën dhe urtësinë dhe dritën. Dobi
që i bën njeriu në dunjan e tij dhe në ahiretin e tij. Mëshirë që mëshiron atë dhe rrethin ku ai jeton. Është urtësi, gjithë urdhëresa dhe ndalesat e Allahut janë të ngritura mbi urtësinë, i lartësuar qoftë Zoti, dhe është dritë e cila ja ndriçon njeriu jetën e kësaj dunjaje dhe ahiretin. Lekel hamdu Allah. Pra ju vëllezërit e mi, akli, mençuria, po të thotë se njeriu do të mendon fundin e që është xheneti Allahu subhanahu wa taala dhe mbrojmë nga zjarri i xhenemit, dhe akli po të thotë se i vetmi sistem të cilin duhet ta ndjek unë në qoftë se dëshiroj të kem lumturinë e dunjas dhe të ahiret është sistemi islam. Është vetëm shariati i Zotit subhanahu wa taala. Mbas asaj, wallahi nuk mund të gjesh një njeri i cili vjen dhe thotë, "Hoç, kamata për të bie shtëpi lejo, nuk lejo. Kamata, a keni pa ju vëllezërit e mi, nga se nuk kanë njerëzit akël ma, nuk kanë mençuri, nuk kanë mendje presi, nuk ka imani që ka deportuar në zemrat e tyre për të ditë se Allahu e ka ndaluar diçka për të na mbrojtë, ne vetë dëshirojmë ta thejmë derën e mbrojtjes edhe të hym në luftë me Allahun subhanahu wa taala. Pra pse mungon kjo ju vëllezër? Jo që nuk e din, e kanë informatën se kamata është luftë me Allahun subhanahu wa taala, mirë po nuk e kanë aqlin anillahi jalla wa ala wa an amrihi wa shar'ihi wa nahyihi. Nuk e kanë mendjen mençurinë e thellë në urdhat dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. O ju vëllezërit e mi, një prej diskutimeve që i ka diskutuar hoxha jon Sheikh Yahya, kemi pa kohë Sheikh? Po. Që janë të rëndësishme, që dëshiroj sonte ta përfundojmë kapitullin e aklit inshallah taala. Domethënë një meselë tjetër e rëndësishme shumë që ndërlidhet me çështjen e aklit, që një njeri i cili ju vëllezërit e mi qëllim dhe synim dhe parim kryesor në jetë ka të shpëton para tek Zoti xhallahu ala, wallahi billahi nuk preokupohet me diçka pos me atë që i bën dobi në dunja dhe në ahiret. Andaj vëllezër, edhe debatet që janë për çështje fetare i ka ndaluar Islami. Allahu subhanahu wa taala, dijon ku do të dal vëllau juaj. Allahu xhallahu ala në Kur'an i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Fein hajjuka", nëse ata pa mushrikët të debatojnë ty o Muhammed, mushrikët flasin pa hak. Dhe ata nuk din të flasin më bukur se ty o pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i thot Allahu xhallahu ala, ktheva debatin. Po thot thuju atyre aslamtu wajhi lillah. Unë jam nënshtruar Allahu subhanahu wa taala. Mos flasim me ju vëllezërit e mi debate që me zllaznive. E që edhe në qoftë se bin një rezultat, mirë po krijojnë urrëtie me zemrat e njerëzve. Krijojnë pastaj edhe mohabete, biseda, përgojime dhe shpifje ndonjëherë, akli dhe mençuria e besimtarit që ka synim xhenetin e Allahu xhallahu ala thotë jo. Nuk toleroj që unë të i në këto debate. Andaj, e në këtë rast, dhe më thonë Shiku, hoxha jon, përmendë këto një ngjarje, thot, kane bejnë Sa'd wa Khalid, dëgjon një ngjarjen, pastaj do të diskutojmë pak, thot, pra hoxha, Sheikh Yahya, thot, kane bejnë Sa'd, në transmetime që kanë ardhur, wa Khalid kelamun. Ka ndodhur një herë, një mospajtim, mes Sa'd ibn Abi Waqqas dhe Khalid ibn Walid, wa ngjarje e madhe, vallahi vëllazër. Mes dy prej sahabëve të mëdhej të garantuar me xhenet, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Thot, fa dhahaba rajul yaqa fi Khalid 'inda Sa'd. Shkon një njeri, dikush për njerëzve të asaj kohë, e shfrytëzon këtë situatë të mospajtimit me Sa'dit dhe Khalid radiyallahu ta'ala anhu. Shkon tek Sa'di radiyallahu anhu dhe fillon të folën diçka për Khalidin. Shfrytëzon shansi dhe mundësi, mbasi edhe ata kanë një lloj mospajtimin mes vete. Mirë më shihni o vllazit e mi, njeriu aqil, njeriu mendjen prehtë, i cili siç thash pas synime ka xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. I thamë fa inna ma bainana lam yablugh dinana, ndalu nuk të laun që ti të flasësh për vllahun tim, se ai mospajtimi i cili ka është mes nesh nuk ka arrit që të prekën edhe në fen ton. Allahu akbar. Është një mospajtim në çështje dunjaje. Por nuk tolerojnë që dikush të vjen tek unë dhe të përgojon Khalidin, se atëherë vjen çështje fetare. Më kuptoni vëllazën? Andaj Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu erdhi një ditë tek Hasan al-Basri dhe i tha o imam, dikush ka fol për ty. Imami radiyallahu ta'ala anhu i vëllazit e më shefin aqli, mençuria, subhanallahu, maturia. Tha ama wajada ash-shaytanu baridan ghayrak? Fa anuk gjeti shejtani ndonjë postier tjetër posteje? A nuk ka gjetë shejtani ndonjë nën punës, ka shtë në punë shejtani? Dhe sa të pagon në muj, që ti përcjellë fjalët e vëllazëve të tu tek njerëzit. Qoftë edhe nëse janë ata hoxhallar. Andaj ju vëllezërit e mi, ne çdo herë merremi me kauzat, merremi me çështje, merremi me problematikën, nuk kemi ne çështje, nuk kemi ne çka të merremi me filan hoxhë, me filan dietar, absolutisht vallahi. Veçanërisht në qoftë se ata janë gjallë ju vëllezërit e mi. Veçanërisht në qoftë se ne nuk kemi njohuri të plot mbi meselën dhe çështjen mbi të cilën flasim.
Imagjino më ka hoxhallar që kanë bajt 200, 300, 500 ligjërata, nuk ndalen natën edhe ditën duke fol për fenë Allahut Azza wa Jall. Ne s'ka një vit që kemi në fe dhe ne fillojmë më një që të flasim për ata, të diskutojmë disa prej ndoshta edhe lëshimeve, gabimeve e të ngjashme si ata. Janë njerëz, gabojnë edhe kështu me radhë. Pra fa inna ma bainana lam yablugh dinana, le të bëhet parim në jetën tonë. U lutem vëllazër. Si thash në fillim, mos jenë vetëm ligjërata, informatash, po të jenë më shumë mësime. Vallahi më shumë më interesojnë këta që janë sonte në mezhlis, se sa ata që ta dëgjojnë nëpërmjet kamerës. Kujdes se ajo që është mes nesh nuk mund të hyjen edhe në fen ton. Andaj dikush për dietarëve të hershëm ka thënë: "Men asa Allah fiyya sa uti'u Allah fihi." Apo të ngjashme si ajo radhiyallahu rahmetullahi alayh, do të thonë waqad qila man asa Allah fiyya laysa li illa an uti'a Allah fihim. Kush i bën gjunah Allahut me mua, nuk më mbetet mua vetëm që ti bëj ibadet Allahut me ta. Çka do të thotë? Kush më përgojon mua, pra i bën mëkat Allahu xhelle xhelalu në ndonjë mezhlis, dhe më vjen përgojimi i tij, mua nuk më mbetet vetëm se unë ti bëj ibadet dhe adhurim Allahu subhanahu wa taala. Unë ti binëm urdhit të Zotit me ta. Duke thënë o Allah fali. Se ata nuk di. Ju e dini vëllezërit e mi, Allah ju ruaj dhe mëshiroj, dhe këto do ta përfundoj këtë pjesë të diskutimit. Pasi përfundoi, domethënë ngjarja e Taifit dhe e gurzuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ja çan një pjesë të lëkurës dhe ja thën dhambin, i nxorën njerëzit më të ulët nga mesi i tyre për ta nënçmuar dhe përbut pejgamberin e Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Tha: "O Allah, fale popullin tim se ata janë një popull që nuk din." Pra nuk shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të diskuton, të debaton me Zeidin radhiyallahu ta'ala anhu dhe thotë: "E pa be, e Zoti i mallkoft. E ngjashme si ajo, e pa se si ma bën. O Allah, fali ata se ata njerëz që nuk din." Pra, një gjë e cila të vjen pe vllau ton, thotë: "Allah e fal dhe Allah e mëshiroft." Elus Allahu xhallahu ala që ne mundson që të arrijmë në këtë moral të lartë, se në realitet nuk është e lehtë dhe e thjeshtë. E gjithë qasja mos e harroni vëllezërit e mi, është qasja e ahiretit. Pra akli dhe mençurinë, vëllezër, mund ta shpjegon edhe një profesor. Edhe një doktor ndoshta në një teatr. Por ai do ta shpjegon nga qasja e tij, se çka është larpamësia, çka është maturia, çka është mençuria. Por ne si hoxhallar dhe ne si njerëz fetar, çdo herë shpjegojmë nga qasja e besimit dhe imanit në Zotin xhelle wala. Në fund ai vëllezër kanë përgatitur një temë të nxjerrur nga fjalët e hoxhës, domethënë kayf takun aqilan. Domethënë si mund të bëhemi njerëz të mençur dhe larpamës dhe të matur në jetë. Pa pyet dyshimi o vëllezër e mi, e para dhe kryesorja dhe e para dhe e fundit është përvoja. Pra njeriu ndoshta në fillimet e para të udhëzimit merr dituri, lexon libra, përfiton fjalë kështu me radhë. Mirë po, mulazemetul ulema, qëndrimi afër hoxhallarëve dhe vazhdim shikimi në veprimtarinë e tyre, domethënë përvojat e cilat në realitet mirën nga hoxhallarët dhe dietarët. Andaj këtu hoxha jon Sheikh Yahya më thënë në fundin e këtij kapitulli tregon, thotë kana Abu Bakr ibn Ishaq idha dhukira aqlu Abi Ali al-Thaqafi yaqul dhalika aqlun ma'khudh min as-sahaba wat-tabi'in. Për ta kuptu. Po shpjegoj ngjarjen, pastaj inshallah taala dalim pak në disa detaje. Domethënë thot hoxha Sheikh Yahya tregon për një prej ulemave të kohës, Abu Bakr ibn Ishaq. Thotë është përmend në mezhlisin e këtij Abu Bakr ibn Ishaqut Abu Ali al-Thaqafi. Edhe e kam pyet ç'mendim ke për mençurinë dhe maturinë e këtij njeriu? Ka thënë mençuria dhe maturia e tij është e marrur prej sahabëve dhe tabiinëve. Domethënë nuk është e marrur prej librave. Akli i vëllezërit e mi absolutisht nuk merret prej libra, po merret prej qëndrimit afër hoxhallarëve dhe dietarëve. Dhe të kalitesh, domethënë duke i thënë gunjet para dietarëve. Andaj erdhi Xhibrili alayhis salam dhe i thëti gunjet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në fundin e atij mezhlisi dërguari Allahu tha ke Xhibril atakum yuallimukum dinakum. Ai ishte Xhibrili, edhe juve do mëson fen. Çka ishte që të na mëson? Na mëson metodën se si merret feja e Zotit xhallahu ala. Dhe shihni çka thot. Wa dhalika anna Aba Ali الثقفي مثلا أقام بسمرقند منذ 4 سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي. Dhe mirë po, nga e mori Abu Ali al-Thaqafiu pra aklin dhe maturinë e tij, thot nga se ai qëndroi 4 vite në Samarkand e shoqëroi vazhdimisht Muhammed ibn Marwaziun, rahmetullahi, Muhammed ibn Nasr al-Marwazi. Dhe Muhammed ibn Nasr al-Marwaziu e ka marr aklin dhe maturinë e tij nga Yahya ibn Yahya. Dhe Yahya ibn Yahya e ka marr maturinë dhe mençurinë e tij nga Imam Maliku, dhe në kohën e Imam Malikut është thënë se aqalu ahli zamani Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, njeriu më impreh dhe më i matur në kohën e tij ka qenë Imam Maliku.
e i cili mençurinë dhe maturinë e tij ka marrë nga sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e që sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë marrë mençurinë nga pejgamberi i Allahut alaihi salatu wasalam. Pra shihni vëllezërit e mi se nga merret në realitet mençuria. Për këtë arsye vëllezërit e mi ne themi që feja e Allahut nuk është me ChatGPT, pasha madhrinë e Zotit. Të kemi frikë Allahut. Nuk është Google, nuk është një YouTube, nuk është një ligjëratë e shkurtër, një ne ndoshta e dëgjojmë për hoxhallar dhe bëhemi hoxhallar, pastaj ne vetë dhe bëhemi dietar. O vëllezërit e mi, me kohë zgjatjen pejgamberike, kjo fe ka zgjat 23 vite, që do të thotë që nëse e bëjmë herë 100 më së pakti, domethënë na duhen 230 vite apo herë 10. Na duhen ne 230 vite për ta shpjeguar ndoshta fenë e Zotit xhallahu ala. Pra e gjitha kjo nga fitohet. Pra si thash nga ChatGPT-ja, apo nga Google, apo nga YouTube, apo nga interneti, Instagrami dhe ngjashme si ajo, jo, nga mulazemet e ulema, nga qëndrimi afër me hoxhallarët dhe dietarët. Andaj ka pas për të parëve toni të cilët thonë edhe 50 vite kemi qëndruar pranë dikujt për hoxhallarëve dhe dietarët dhe asnjëherë nuk më ka ikë asnjë mësim, asnjë ligjërat. Në mezhlisin e Imam Ahmedi rahmetullahi alayh ka pas më shumë se 2000 njerëz. Vetëm 200 të parat kanë shkruajt mësimet, kurse të tjerët vetëm kanë pa edukatën, qëndrimin, moralin e Imam Ahmedi rahmetullahi alayh. Për këtë arsye pra Sheikh Yahya në këtë kontekst thotë fe kanu yatawarathun al-aql kama yatawarathun al-ilm wal-adab. Ata e kanë trashëguar aqlin ashtu siç e kanë trashëguar edhe diturinë edhe edukatën. La ilaha illallah. Pra në realitet të vëllezërit e mi, aqli duhet ta trashëgojmë për hoxhallarët tonë të vjetër. Se si kanë qëndruar për xhamiat e Zotit, sa kanë qenë të devotshëm, sa e kanë pas frikën Zotit, sa janë rrit pe haramit, sa janë kujdes në shpjegimin e fesë së Zotit xhallahu ala. Humbja e këtij zinxhiri ju vëllezërit e mi e ka humbë edhe aqli, mençurinë dhe maturinë në mesin e njerëzve. Flet në emër të dinit të Allahut te bareke u teala kush të mundet o vëllezërit e mi. Ju e dini se Imam Maliku e që ishte për njerëz më të mençur të zamanit të tij, hyri një ditë te hoxha i tij Rabi' dhe e pa duke qajt. Dhe i tha ja imam, e musibetun waqa bik, o imam, mos ka godit një sprovë, pse duke qajt? Se s'kan buri kollaj o vllazën. Tha o biri musibeti madh vallahi. Te yetekellemu fi dinillahi man la ilma lah. Është duke fol në emër të fesë Allah kush nuk ka dije. Shkoj njerëzit sot dietarë. Ku ja ke marr erën ti dietarëve? Ku e din arabishtën për ti të hyj tek fjalët e Ibn Sheikh Fauzani, Sheikh Bin Baz, Sheikh Ibn Uthaymin të ngjashme si ajo. Allahu të ruaj dhe mëshiroft. Akli yt do të thot ulë bëmso. Akli dhe mençuria dhe mendjebresia dhe maturia yt të thot shoqëroj be hoxhallar dietar. Ruje be gjuhën tënde. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, se të folish për Allahun atë që nuk e dish, kush më ka ti më i madh. Pse ti bëj azab vetes, ko ditën e kiametit. Allah s'më ka bë obligim. S'më ka bë teklif subhanahu wa ta'ala. Pra ju vëllezërit e mi, kjo fjalë të cilën e ka përmend hoxha Sheikh Yahya, po na i bën me dije se marrja e akli përfitohet nëpërmjet shoqërimit me hoxhallar dhe dietar. Andaj vëllezërit e mi, kush ishte njeriu më i matur, më i mençur nga sahaba radhiyallahu ta'ala anhu? Kush? Ebu Hurajra? Na vllaza? Ebu Bekr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sa ai ishte që më së shumti e shoqëroi pejgamberin Allah sallallahu alaihi wasallam. Andaj, në ditën kur i duheshte maturia dhe mençuria, ai diti ta zgjidhën problemin dhe as Omer ibn Khattabi nuk dinte që ta zgjidhë atë problem. Ai është në momentin kur ndodhi fitneja e riddes, që dolën njerëzit arabët filluan që të dezertojnë nga feja e Zotit xhallahu ala. Në atë moment ku Abu Bekr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu edha gjykimin e dej, tha wallahi law man'uni iqalan kanu yu'tuna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqateltuhum. Wallahi nëse edhe një kërpesh të kuajve e ndalojnë zakatin e saj nuk e japin, që e kanë dhënë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i luftoj. Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu thot pastaj e kuptova që gjykimi i Abu Bekrit ishte gjykimi më i saktë. Nga erdhi kjo ju vëllezërit e mi, nga shoqërimi i tij me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Rabbul Alamin subhanahu wa taala pasi që ia dha gjitha dituri Musa alayhi salatu wassalam, që ia dha dijen e Zotit xhallahu ala Teurati, i bisedonte me Allahun xhallahu ala direkt, mirë po në fundin e asaj ju vëllezërit e mi, Allahu xhallahu ala i tha shko tek vendi ku bashkon dy detrat. Sa atje do ta gjesh një për robërve të mi. Pyetja është vëllezërit e mi, pse ka pas nevojë Musa alayhi salatu wassalam shkon të takohet me Khidri, kur dijen e merr direkt me Zotin xhallahu ala. Nga se i madhi Allah te bareke u teala deshte që Musa pasi që e mori dijen tash ta merr edhe përvojën. Përvoja merret me shoqërim. Andaj në momentin e parë kur e takoi Khidri nuk i tha ka marrë që të marr dije prej teje. Hel attabi'uka.
A ka mundësi që të ndjek, pra që të shoqëroj, që të marr pe përvojave të tua? Ala antu allimeni mimma ullimta rushda, që të më mësosh për asaj dije që të ka falë Allahu. Dhe vërtet Khidri alayhi salatu wassalam në pikpamjen e parë nuk i dha ndonjë dituri vëllezër që duket ndoshta e dobishme, por i dha përvoja për jetën. Siç ishte ndoshta e pa që domethënë e shpova anijen, domethënë diçka mund të duket se është e tillë, por fshehësia është diçka tjetër. E gjithë këto ju lëzë të midhma fshehësia ndonjëherë ahkame dhe dispozitave sheriatike, pra nuk merret nga një fjalë hoxhallar, nga një status, nga një histori, por nga një studim i thellë ju lëzë në fjalën e Zotit dhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra tham maturia, mençuria përfitohet nga përvoja dhe nga shoqërimi i hoxhallarëve dhe dietarëve, andaj shfrytëzojeni o ju banor të Shkupit, këtë mirësi të madhe që ka dhënë Allahu te bareke me këtë 10 hoxhallar, pasha madhrinë e Zotit më vjen mbarë unë të vi në mesin e gjithë këtyre hoxhallarëve, hoxhallar në moshë dhe hoxhallar të ri që ju për të gjithëve keni mundësi që të merrni mjaltin. E që të bëheni të dobishëm për vete dhe për familjet e juja dhe në fund të fundit shpëtimi, siç thamë para Zotit xhallahu ala. E dyta ju lezëm, veç dy në realitet i dëshiroj të përmend që të mos e zgjas më shumë. Ajo është largimi nga mëkatet dhe gjunahet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur njeriu bën mëkat, nuk i tet fi qalbihi nuqtatun sauda, vendoset në zemrën e tij një pikë zezë. Vazhdon pastaj të bën një mëkat, vendoset një pikë zezë. Derisa në fund ajo zemër bëhet e zezë dhe fillojnë që të turbullohen idetë, perceptimet, konceptet. Domethënë, i vëllezërit e mi, të gjitha idetë e sakta fillojnë të deformohen, saqë vjen një moment suneti i duket bidat. Imani i duket kufër. Mëkati i duket mençuri dhe larpamsi, Allahu na ruaj. Dhe kjo është ajo që ne ndoshta e shohim ndonjëherë në rrjetet sociale vëllazër. Që një njeri deri djetë në fenë e Zotit, sot thret në fenë e shejtanit. Si ndodhi kjo? Vallahi ka pas disa mëkate mes atij dhe Zotit në fshehësi që nuk i ka ditë vetëm Allahu xhelle xhelalu. Andaj tregon Sheikh Tarifi, thot një herë të kom pa në ëndër Imam Ahmedi rahmetullahi alayh. Dhe më dalloi nga mesi me xhlisit dhe ndër të tjerë më tha ty djalec këtu. Tha o birim ruju mëkateve të fshehta. Për arsye se ata i prishin dhe i deformojnë konceptet. Andaj, ndonjëherë mund të vjen një moment të vëllezër mi thosh filan hoxhave, po pashallahu kemi pas mendime të mira për atë. Si ka mundësi që ai ka filluar të ndryshon disa ide, disa koncepte mbi sunetin, mbi jetën e kësaj mëra, në emër të aklit ndonjëherë dhe në emër të dobive, mesin e njerëzve. Jo vëllazë, janë si rezultati i mëkateve dhe gjunaheve. Andaj devotshmëria dhe takvallahu ju vëllezërit e mi e pastron logjikën dhe maturinë dhe mençurinë e Allahut xhallahu ala që të jemi. Për tyre me këtë mendoj që i kam dhënë një përmbledhje të gjithë fjalëve të shehut që i ka përmendur në këtë libër, ndoshta ka disa detaje të cilat kanë nevojë të diskutohen edhe ndonjëherë tjetër, por më shumë kanë folë edhe hoxhallar dhe vazhdojnë të flasin. Elus Allahu xhallahu ala që na bën ukala, njerëz të mençur. Elus Allahu xhallahu ala që na bën njerëz larpamës që kuptojnë shariatin e Allahut subhanahu wa taala drejt. Subhanallah një herë erdhën tek Sheikh Salih el-Husaini, Allah i mëshiroft, ishte drejtori i dy haremeve. Dhe i thanë o imam sikur është filani pe hoxhallarëve, i din kutubut tis'a, pra 9 librat e hadithit i di përmendsh, bëhet fjalë për njëri shumë të mençur dhe të ditur. Sikur t'ja japim mundësinë që të ketë një kursi për një karike në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të marrë ligjërat mes akşamit dhe yatsis. Sheikhu rahmetullahi alayhi tha kifa aqluhu, tha si është mençuria, maturia e tij. Para se në këtë xhami vjen edhe Hanefiu edhe Malikiu dhe Shafiu dhe Hambeliu. Ka nevojë për një njeri, për një hoxh i cili e di situatën, e di gjendjen e këtij xhamati dhe e di se çka duhet i servon dhe t'i ofron këtij mileti dhe këtij populli. Andaj vëllezërit e mi, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk diskutoi me mushrikët e Mekës për shumë prej temave. Bile dhe obligueshmëria shumë prej farzave nuk i erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa erdhi momenti që njerëzit të jenë të gatshëm për ta pranuar një gjë të tillë. Imagjinoni edhe alkooli nuk u bë haram derisa sahabë radhiyallahu ta'ala anhum forcuan me iman dhe besim. Dhe erdhi bile me gradualitet, me shkallëzim derisa në fund Allahu tha fentehu, ndaluni, shmanguni prej saj. Dhe të gjithë ata thanë u shmangëm, feshteni më falni. Ata thanë ishtenebna, u largom. Andaj vëllezërit e mi, pra akli po na thot maturia dhe mençuria, si thirrës në fenë Allahu xhallahu ala, të mundohemi të përdorim shkallëzimin, gradualitetin në mësimin e fesë. Ndoshta dikujt do t'ja themi
t'ja shpjegojmë një haram për harame të caktuar, dikujt ndoshta ende jo. Ndoshta dikujt do që ti flasim për namazin e natës, dikujt ndoshta ende jo, se ende me farzi ka problem. Andaj erdhi dikush tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, cila vepër është më e dashur tek Allah? Tha namazi në kohën e saj. Vjen dikush tjetër dhe e pyet ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur tek Allah? Tha besimi në Allahun. Ndoshta se ki ka pas probleme ende me imanin dhe është dash që të kthehet në esencën dhe në bazën, besimin në Zotin, përmirësoj atë, se ty në këtë moment ke nevojë për besimin. Kurse ai tjetri e kishte kalu këtë shkallë, këtë klasë, domethënë të mësimeve fetare, ka nevojë që namazi ta rregullon raportin me Zotin xhelal, as-salatu ala waqti, namazi në kohën e saj. Dhe e dini se shumë prej pyetjeve që i kanë ardhur pejgamberit të Allahut të njëjta përgjigje po vijnë të ndryshme. Pse? Njëri aqil, njëri i mençur, i matur, si të mos ishte i tillë, kur ai është pejgamberi i Allahut. Ai njëri më i mençur që njeh historia njerëzore. Andaj mund të themi se një prej temave që mund të bëhet e magjistraturë dhe doktoraturë, aqli i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe pse jo ndonjëri pi hoxhallarë bile dhe ta studion këtë çështje, edhe të fillon me ligjërata seriale që të flasin vetëm për maturinë dhe mençurinë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nësë Allah në gjellë vala që të dërgon salavat e selame për burin më të mirë Muhammedin, aq sa është numri yjeve në qiell, salavat e selamet jenë për ata, aq sa është numri gurëve në tokë, salavat e selamet jenë të vazhdueshme deri ditën e Kiametit për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O Allah na bashko me pejgambert e Zotit dhe me burrat e mirë në xhenetet e larta. Ja Rabbel Alamin, nësë Allah në gjellë vala të shpërblen dhe të nderon për dëgjimin e mirë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanak